Pas paralajmërimeve të kryeministrit Edi Rama për reformat e njëpasnjëshme, mazhoranca socialiste ka nisur tentativat e para për mbylljen e çdo hapësire të opozitës, duke tentuar edhe uzurpimin e vendeve të saj në komisionet e posaçme për reformat, duke paralajmëruar reformat të njëanshme në kundërshtim me kërkesat e partnerëve perëndimor. Si garanci për suksesin e tyre, Partia Socialiste ka kërkuar sot zyrtarisht që të marrë vendin e opozitës në komisionin e posaçëm për reformën territoriale dhe postin e bashkëkryetarit. Me anë të një kërkese drejtuar kuvendit 2 ditë më parë, Partia Socialiste kërkon zhbërjen e balancave në këtë komision dhe marrjen e pozicioneve edhe të opozitës. Socialistët kërkojnë që të marrin drejtimin dhe shumicën e komisionit. Ata propozojnë që të shtohet një antar nga radhët e Partisë Socialiste dhe në total shkojnë 19 antar, 9 mazhoranca nga 8 që ka aktualisht. Pra, Dori, jeni si jeni, nuk ndryshon gjë. Dakord, jam unë shumë mirë që jeni, shkëlqyeshëm që jeni. Problemi është këtu kërkohet ai momentumi, ai kuidi, si dilet nga ky qertull. Do vazhdojnë ta bëjnë. Unë dëgjoja zotin Balla të deklaronte që nëse nuk jeni radhës tjetër, ne vazhdojmë, nuk ka asnjë lloj problemi për ne. Shiko, pra përses dhe njerë, që çdo gjë, aspektin politik duhet trajtohen në kuvendin e Shqipërisë, patjetër që po. A është mjaftueshme për të arritur objektivat politik të opozitës? Jo, nuk mjafton. Se përpara kemi një mazhorancë e cila përses dhe njerë, numrat e saj të fortë, me ato votat e vjedhura, me atë bazuar në raportin ose Beodirit, i cili nxorri zgjedhje skandaloze të 11 marit të vitit 2025, por që de jure futi në fuqi ata në fund e fundit, ata e kanë kartonin për të ngritur në kuvendin e Shqipërisë, ata e tregojnë dita ditës që janë të aftë dhe janë në vullnet të plot për të bërë çdo ndryshim në mënyrë të njëanshme. Cili ka qenë kuptimi i këtyre komisioneve të përbashkëta me barazpesh, pavarësisht numrave në kuvendin e Shqipërisë, midis mazhorancës dhe opozitës, që gjithmonë të dilen në raporte konsensuale. Gjithmonë të dilen në një vullnet të përgjithshëm kuvendit të Shqipërisë. Nuk flasim për reforma. Ty flet për reformën zgjedhore, flet për reformën territoriale, se siç u tha për reformën territoriale, tash në tavën e kesh një shkresë ndoshta për reformën zgjedhore. Pra në vend të cilat Dori, çfarë ndodh brenda një partie? Je pjesë, unë po të pyes tani si pjesë e Partisë Demokratike. Çfarë ndodh në këtë situatë? Pra ju jeni koshient që gjëja është kështu? Pra sot për shembull, me këtë që ndodhi me 5D-n, se ti edhe në Këshillin Bashkiak, me këtë që ndodhi. Me atë që ndodhi dje me Belinda Ballukun dhe me Gjas mund të hyjë edhe kalimit afateve. Ka lënë 3 muaj. Jo, u gjet edhe formula siç ka. Ndodh kjo e territoriales. A ka një moment të ri në parti brenda partisë më Dori? Shiko, nuk është do të pritur të ndodhi rasti i Ballukut, apo të ndodhi që tani na heqin neve një komision, që neve të ngrihemi dhe të themi çfarë po ndodh. Tu ka ndodhur të gjitha, ka ndodhur të 1001 ka ndodhur në Shqipëri. Dhe ne prandaj jemi si në arenën tonë politike parlamentare, bëjmë një opozitë agresive në sensi pozitiv, po agresive në kuvendin e Shqipërisë, duke rritur zërin mes drejtar për ato seanca që zhvillohen, një herë po, një herë jo, se janë bërë seanca në kuvendin e Shqipërisë e seanca në Këshillin Bashkiak, që mbyllen për gjysmore. Momentin që ti ngre zërin, ka lënë edhe procedur votimi. Duke shkelur hapur rregulloren në kuvendin e Shqipërisë, dhe në anën tjetër në protesta. Sot nuk ka rrugë tjetër. Ato rrugë që ne kemi nisur në protesta ndërgjithësi popullore, me protesta dhe dhënies alternativës, unë vetë nuk shoh alternativë tjetër. Pra ndërgjithësimi i qytetarëve, i cili nuk jasot thjesht të thuash është Doriani i mirë apo është Doriani i keq, është Bledi i mirë, është Bledi i keq, pra në anën e qeverisë. Por të japësh alternativë se si zgjidhet gjërat. Se si mund ta sjellësh ti situatën në normalitet, unë përveç këtyre rrugëve, sot për sot nuk shoh. Prandaj dhe do të shojë deci me të gjitha frontet, si në frontin politik, që është parlamenti, institucionet me kështu me radhë, si në aspekti qytetar, me njerëzit, me strukturat, me qytetarët, me grupat e interesit, me bizneset e kështu me radhë, të punojmë me ta, dhe ju asiguroj që revolta popullore, me çdo mjet demokratik, një ditë do është mbushur kupa. Por sa duhet pas ka akoma nevojë që të shtyhet edhe diçka më tepër, që tani ajo pika